Unë sot jam këtu për të kërkuar nga ju që pikërisht ta ushtroni atë drejtësinë. Edhe pse kanë kaluar gati 3 vite nga fillimi i këtij procesi, prokuroria ka vazhduar të mbështetet në pretendime që nuk kanë bazë në të vërtetën dhe në një përpjekje të vazhdueshme për të njëllosur një luftë që në thelb ishte çlirimtare. Është hera e tretë, edhe shpresoj të jetë e fundit, që unë marr fjalën në këtë sallë gjyqi. Kanë kaluar më shumë se 5 vite nga fillimi i këtij procesi gjyqësor. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta për ne, po as të parëndësishme për historinë e vendit tim. Megjithatë, le të shërbej gjithë kjo si një mundësi dhe shans i mirë për drejtësinë. Pas gjithë këtyre viteve, ka edhe një element pozitiv. Shpresoj se trupi gjykues ta ketë pasur kohën e mjaftueshme për ta kuptuar se lufta jonë ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Në fjalën time në këtë sallë në prill të vitit 2023, kur ky proces sapo kishte filluar, thash se po përballesha me një akt akuzë të pabazuar. Sot pas gjithë këtij rrugtimi, rrjedha e procesit me ka dhënë të drejtë. Akuzat ndaj nesh janë tërësisht të pabazuara dhe të padrejta. Unë nuk jam ngritur sot këtu ta mbroj veten time, sepse këtë gjë din më së miri dhe e kanë bërë avokatët e mi. Nuk jam këtu as për t'ju treguar ju për drejtësinë, sepse ju dini më mirë se çdo kush atë. Unë sot jam këtu për të kërkuar nga ju që pikërisht ta ushtroni atë drejtësinë. Edhe pse kanë kaluar gati 3 vite nga fillimi i këtij procesi, prokuroria ka vazhduar të mbështetet në pretendime që nuk kanë bazë në të vërtetën dhe në një përpjekje të vazhdueshme për të njëllosur një luftë që në thelb ishte çlirimtare. Megjithëse prokuroria, që në fillim të paraqitjes së saj, të fjalës përfundimtare, deklaroi se nuk kërkon dënimin e shtabit përgjithshëm të UÇK-s, gjatë gjithë kohës që pati në dispozicion, shënjesër e saj ishte pikërisht shtabi përgjithshëm i UÇK-s, ushtria çlirimtare dhe në veçanti qëllimi i saj, që ishte pavarësia e Kosovës. Madje krijoi përshtypje sikur vetë pavarësia po trajtohej si një qëllim i përbashkët kriminal. Në përpjekje për ta ngarkuar me përgjegjësi shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, prokuroria mbajti qëndrime akuzuese si, citoj, shtabi i përgjithshëm kërkonte pavarësinë. Apo me tutje, shtabi i përgjithshëm deklaroi se nuk do ta mbështeste autonominë. Mbyll citatin. Është e vështirë të kuptohet kundër kujt realisht është ngritur kjo akt akuzë. Kundër nesh me pretendime për veprime konkrete, apo kundër nesh sepse luftuam për pavarësinë e Kosovës. Kjo mbetet për të vlerësuar nga ju i nderuar trup gjykues.